Roli i nënave, grave, të dëshmorëve dhe të plagosurve. Ka qenë një kohë e vështirë, dhe në këtë kohë të vështirë, roli i grave ishte i jashtëzakonshëm. Roli i nënave të dëshmorëve, i grave të dëshmorëve, i grave që kishin lidhje të drejtë për drejtë me fushën e luftës përmes ndihmës dhe përkujdesjes, e ndonjëherë, ndonse rrallë, me veprimtari ushtarake e operacione. Kam parë nga afër ndihmën e grave në luftë. Roli i tyre ishte i pakrahasueshëm. Gratë ishin aktive, madje edhe në sektor ushtarak. Ato krijuan një ekip pune që nuk mund të matet me asnjë standard. Të jesh nën e një dëshmori, e 2 dëshmorëve, e 3 apo 4 dëshmorëve, nuk është diçka që thuhet lehtë me fjalë. Kur fëmia ftohet dhe kollitet disa herë, sa shumë shqetësohemi për të. E çfarë ndodh kur biri shkon apo vritet, pastaj vritet i dyti, i treti? A është kjo diçka e thjeshtë? Kjo nën, me gjithë ndjenjat e saj të thella dhe të zjarrta amësore, e përmbush rolin e saj në një mënyrë që u jep zemër dhe 100 nënave të tjera të dërgojnë bijtë e tyre në fushën e luftës. Nëse ato nëna, qoftë kur trupat e djemve të tyre u silleshin apo nuk u silleshin fare, do të shfaqnin vetëm dhimbje, ankesa, shfryerje të rrobave apo kundërshtime, apo ndaj luftës, atëherë me siguri që lufta do të ishte paralizuar në ato vite dhe në ato faza të para. Ky është roli i nënave të dëshmorëve dhe i grave të tyre të duhura.